Me që po flisim për rajonin, urdhër arresti për Dodikun, Dodiku duhet thënë është presidenti i Republikës Srpskas, rrezik për luftë në Bosnjë dhe në Ballkan, kulla çfarë po ndodh? Ja, ky është Dodiku, prokurorët e nivelit shtetor të Bosnjës lëshon urdhër arresti për liderin serb të Bosnjës, Milorad Dodik. Ndërkohë nesër kulla, këtë e them për publikun tani që të krijojë një kontekst të ngjarjeve, nesër pritet protesta ndoshta më e madhe të gjitha kohërave në Beograd. Atje tani po bëhet nami, nuk di si do vej situata atje, pra do arrit Vučići që ta shuaj gjithë të valë të madhe apo jo. Pra në Dodik përkohet arrestimi, në Bosnjë përkohet arrestimi Dodikut, në Beograd vazhdojnë nami protestave. Ndërkohë fiks në këtë moment, ti thua në Kosovë, nuk po bëhet dot qeveria. Ndërkohë djajt kanë dalë nga shishet, shejtanët kanë dalë nga shishet, prokuror gjykatë se kështu po kërkojnë territor, edhe njerëz, duan gjak, dhe mire ka në fakt. Se do kemë dhe ata t'i shkathë, ndryshe qa kuptimi ka, do të kryuar një balancë. Ndërkohë kulla, fiksë në moment, çuni Trumpit i madhi, Donald Trump Jr., ishte me Vučićin pardje, edhe djem, duket bile e mori dhe një intervjist. Mua më thamë bile që pritet vit marri edhe këtë zoti Rama në intervjist, këtë çuni Trumpit. Ke dëgjuar ti këtë? Pse di. Nëse ishte atje, bëm vaki. nuk kuptoje për çfarë flisnin, sepse ai në fakt nuk është se ka ndonjë post zyrtar çuni Trumpit. Ai nuk ka drejtë të flasë si zyrtar. Se do, po kështu pra ka lumë nga çuni Bidenit të çuni Trumpit. Të çuni Trumpit, po. Pse çuditësh? Pastaj Trumpi ka dhënë. Po vetëm se çuni Bidenit nuk është se dilte në publik që i bën këto gjëra. Jo, vetëm bëte gjithë punët e shtetit, komandonte. Po pra, ndërsa ky fatikisht ky po sillet sigurisht zyrtar çuni Trumpit. Po normal, sepse ai ka një status si tani çdo më thën kjo. Çdo më thën çuni Trumpit me Vučićin fiks momentet më të vështira të Vučićit në Beograd, kulla para se kalojmë të Dodiku. Ma thuaj me dy fjalë vetëm mos zonohemi te kjo pjesë. Ç'është kjo? Është mbështetje e Trumpit për Vučićin direkt? Një miku im, i senator amerikan thot gjithmonë një shprehje shumë bukur, thot lobistët kanë shkatëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që kur bën lobizëm edhe djali i presidentit, oj atij që ishte, ose këtij që ishte, oj këtij që është, mos prit që të kesh një çudi të madhe. Çështja është që qëndrimi i departamentit shtetit ishte shumë i qartë për sa i përket Bosnjës dhe për sa i përket serbëve të Bosnjës. Kështu që po do t'ia themi njerëzve që ka thënë Rubio, se nuk e din. Ata thanë që Dodiku të mos e destabilizojë, ne jemi në Bosnjë dhe kush do kërkojë të destabilizojë Bosnjën dhe ta ndaj Bosnjën do jetë armiku jonë dhe ne nuk do t'i bëjmë asnjë lloj lëshimi. Realisht si do mbrojë Dodiku tani që doli ky urdhër arresti? Tani Dodiku e ka kollajt mbrojtje se Dodiku është në Banja Luka, në kryqetin e Republikës Srpskës, ku aty kontrollon gjithçka, ka policinë vet, ka ashtu dhe do duhet dikush shkoj të arrestoj, dhe është e pamundur që dikush shkoj të arrestoj sepse ai është i rrethuar me policinë dhe me trupat e veta. Unë tani që isha në Azerbajxhan, pata rastin aty takoj në mënyrë shkurt presidenten e Bosnjës, që është e serbëve të Bosnjës, që ka sepse Bosnja ka 3 presidentë në njëjtën kohë, një është kroat, një është serb dhe një është bosnjak. Dhe autoritetet, kryeprokurori që ka firmosur urdhër arresti për Dodikun, përveç që është me mbështetje ndërkombëtare nga ky Shulci që është përfaqësuesi BE-s atje, edhe përveç Euroforit pra që është prezenca, siç është KFOR-i në Kosovë, në Bosnjë është Eurofori, pra prezenca e një force europiane të vendeve europiane, prezencë ushtarake. Në të njëjtën kohë, Republika Srpska tash ka presidencën e turnit në atje dhe unë takova një këshilltar që është edhe miku im i presidentes atje, cilët vinë gjithë nga partia e Dodikut, ata më thanë që për te urdhër arrestit që ka lëshu prokurori në Sarajevo, është gati e pamundur që është arrestosh Dodikun në Banja Luka. Pasi atje ai ka forcën, kontrollon vendin, ka këto grupet e veta paramilitare e tjera dhe këtu rreziku vjen tani nëse do të shikojmë çfarë veprimi do bëj. Ja ku është kjo foto që kërkuam që parë, në fakt? Po, është Putini Vari dhe është Gerasimov. Është e parë që shohim... A ishtë ministri mbrojtjes mbrapa? Jo, ai është shefi shtabit. Është shefi shtabit, po. Putini i veshur ushtarak, është ere parë që e shohim veshur ushtarak? Po, ere parë i veshur ushtarak dhe ka vajtur në front në Kursk, aty është duke... Është në Kursk? Po. Po mi që gudzon që shkon atje okulla?
Normale, ai që është ka... Me e kam lafi, mirë është presidenti Rusis, vlla si shkon atje, se atje është shumë e rrezikshme gjithsesi. Po shkon sepse i shkon të inkurajoj trupat, sepse është luftë, normal që të shkosh. Po është në kurs vërtet apo ndoshta... Jo, në kurs, ndoshta aty, kam parë gjithë filmimet, është aty. A janë filmime? Po është momenti pra që trupat ruse janë ofensivë dhe ata janë... Po okulla, se tani bëjmë parantezën, s'ka lidhje me Dodikun. Po të duash s'ka lidhje, po duash dhe ka. Po. Në fakt dhe ka. Sigurisht që ka lidhje, se Dodiku është aleat i Rusisë, normal. Isha ka, po jo, dëshë të thoshe këtë që... Ore, është Putini vërtet e mos është sozia, Morkulla? Po lejni këto histori me sozia, burse kanë fillu... Po koto burë tani, Putini është... Shtensionojmë që situatën... Kujtohet që kanë fillu Putinin deri tani që kur ka fillu lufta kanë bërë të vdekur, e kanë bërë sozi, apo që po i bitë parti Kraun e djatë, që po i bëjnë... Ai është Putini, është në vendin e vetë, në histori, në atë traditën ruse ka gjithmonë një car. Në atë kohë kemi pas carët që ishin mbret, pastaj kaluam tek Stalini. Vim te cari tani. Është car Dodiku apo jo, nuk ka fuqinë e carit? Dodiku është car. Dodiku në atë pjesën e vet komandon. Por Dodiku ka bërë një gabim vjet. Çoi 50.000 veta të votojnë nga Republika Srpska në Beograd. Arsye pse janë protestat sot në Beograd, dhe me këtë Dodiku u armisu me gjithë faktorët ndërkombëtar, sepse ndihmoi Vučićin të marrë pushtetin dhe të manipulojë votat. Dhe kjo është arsye pse Dodiku tash është armiku numër 1, sepse përveç që ai është duke kërcënuar stabilitetin e Bosnjës dhe ndarjen e Bosnjës, ai ishte edhe njeriu që vendosi se ku do shkonte pushteti në Serbi, pra është ajo e ashtu quajtur bota serbe. Pra që të arrestohet Dodiku, do duhet të kemi edhe një përplasje në Serbin, pra do ta lëshojë apo jo Vučići Dodiku? Nëse Vučići e lëshon Dodikun, atëherë do të kemi një arrestim të Dodikut. Ama nëse Vučići nuk arreston Dodikun, është e pamundur Dodikun të arrestojë dikush. Tani familja si punë e zotit Rama me zotin Velije apo jo? Kote thash se pëlqen. Dgjoj okulla, me çfarë fjalën pëlqen shumë kjo moment jo që nuk përgjihesh, është perl, shikimi është brillant. Nuk ka nevojë të flas shkolla, ai shikimi thotë gjitha. Dgjoj okulla. Je ka fjalë për pushtetin mund të përgjigjesh çka. Nuk e kuptova ç'a po thoje prandaj. Ka fjalën që për pushtetin tënd ti mund të lëshosh dhe njerëz të tu, dua të them pra. Thua. Në këtë kuptim, mendoj unë, pas e kam gabim. Unë besoj që ti je vetëm duke intriguar dhe duke bërë një thashë them, tavolina është publik, po s'është kështu. Okej, unë nuk thash gjithmonë, unë hodha si muhabet o burse, nuk është të thash që është kjo e vërteta. Por megjithatë po thoshim këtë. Gjithsesi Dodikut nuk kanë çfarë i bëjnë përderisa është në Banja Luka. Po. Edhe në Banja Luka nuk hyn dot policia federale. Jo, nuk shkon dot se. Pra, me fjalë të thjeshta akulla. Dodikut në një mënyrë i ruajnë bishtin apo. Nuk do jetë më presidenti i federatës, nuk do jetë më kryeminist i federatës, po do jetë i pari aty në vend. Kaq është thjesht. Se ndryshe kjo gjë pastaj çon kërcënon në shpërbërjen e shtetit. Pra tensionet janë të larta, po për sa kohë ai ka mbrapa Serbin që e mbron domethënë. E ka për momentin Vučićin thua. Po sigurisht. Edhe Vučići atë dhe ai Vučićin. Ja, për shembull tani që Vučići i ka keq punët në të protestat. Dodiku nuk mund ta ndihmojë dot apo jo? Pa ka ndihmuar pra çoj 50.000 veta për të votuar. Protestat bëhen si rrjedhoi e kësaj. Opozita ka dalë në rrugë bashkë me studentët e tjerë, pasi në zgjedhjet që bën para 1 viti e 4 muajsh, Vučići fitoi fal votave që erdhën nga Republika Srpske. Fitoi Beogradin dhe fitoi edhe zgjedhjet. Nuk është gjë e vogël. Dhe tani kjo ti thua do ketë një përgjigje, do ketë një rezultat gjithë kjo që po ndodh në Bosnjë, apo ti thua do vazhdoj kështu kriza, do vazhdoj gjatë atje? Tani unë mendoj që normalisht do vazhdoj gjatë. Si zgjidhet kjo histori? Po s'ka zgjidhje, se kjo është Daytoni që imponon. Daytoni imponon që ata të treja palët janë vetë qeverisën në ato 3 pjesët e shtetit. Në momentin që dikush e thyen me forcë, pra në momentin që dikush përdor forcën, o do vi NATO dhe do sjellë forca dhe do shkojë të arrestojë Dodikun, o do vi Eurofori, gjë që unë e shoh pamundur që të ndodhi kjo gjë. Ose pastaj këta do shpallin pavarësinë dhe do ndajnë Republika Srpskën. Po të ndash Republika Srpskën nga Bosnja sot do të thosh po ta ndash Bosnjën në 2 pjesë dhe do të thotë rifillimi i luftës civile në Bosnjë, kështu që nuk është kaq e mundshme. Por gjithsesi thua ti, terreni për një luftë të mundshme një ditë është gati apo jo? Kushtet janë gati. Tani kushtet atje, konflikti ka qenë gjithmonë i fjetur. Kushtet kanë qenë gjithmonë gati. Çështja është çfarë bëhet sebeb. Dhe ne për herë të parë, përveç sebebit që mund ta shpiki kushdo në çfarëdo lloj momente, ne për herë të parë kemi një situatë në të cilën politika amerikane dhe politika europiane për Ballkanin nuk është
më e njëjta. Marrëdhëniet BE-Amerikë nuk janë më si më përpara. Pra, është ajo që the pak më parë, nëse BE-ja, Brukseli dhe Washington nuk merret vesh, pllakat tektonike lëvizin më shumë Ballkanave. Sigurisht. Kjo është pak ashtu. Sigurisht jemi drejt për drejt. Kjo është historia. Nëse të kujtohet lufta e ish Jugosllavisë, 3 vite e para që konflikti u menaxhua, le të themi thojza nga europianët dhe kishte një plan paqe europian, lufta u bë dhe u vran 250.000 veta. Vetëm me ndërhyrjen e amerikanëve ju dha fund luftës në Bosnjë. Që pastaj u bë Dayton. Përveç Vučićit sot në Europë, duke qenë se dhe Europa është e ndarë kulla, ose është në konflikt tani këto momente me SBA-t, me Trump, me administratën e re. Kush mund të jetë sot në Europë një lider nga Europa që mund të jetë në mbështetje të serbëve të botës serbe në Ballkan? Të Dodiku në këtë rast, të Vučićit. Është Viktor Orbani, i cili është në kufi dhe nuk do destabilizimin e kufi, duke llogaritur që ka dhe hungarezët në veriun e Serbisë. Është Erdogani, i cili nuk do donte një luftë, sepse Erdogani mbështet bosnjakët, po nuk do donte një luftë në Ballkan, se do të thotë luftë në rajonin e tij, në cilin ai mendon që ta marrë nëpërmjet ekonomisë, pasi ka dhe marrëdhënie shumë mira me Serbinë. Është Slovakia, që nuk do ta donte një gjë të tillë. Rumania, por Rumania është vetë destabilizuar. Ore, ç'është ky skandal Rumani, më çfarë po ndodh? Si hoqën atë? Bullgaria nuk e lënë atë kandidoj më burr. E arrestuan dhe ç'a ishte kjo më burr? Po kjo është kjo është merr vlla. Po kjo është ajo që tha Gjide Ivans, që tha është e pamundur ta që të arrestoni. Po tash pra ka dalë shejtani nga shishja kudo, kupton? Po ç'a shejtani është ky më patjetër të merr, nuk ka ndodhur një në Europë kjo gjë valla. Ai tjetri të kujtohet kur bë reforma ndërsi Rumanisë, si shkonin e arrestonin njerëzit në zyra kryeministër, president. Jo, po në këtë rast nuk është më e njëjta gjë, në këtë rast të po e marrin kot. Jo, në këtë rast po arrestoi. Po marrin se nuk i pëlqen kësaj. Jo, Van der Leyenit. Fal, nuk është tamam kështu. Në këtë rast është edhe më rëndë, sepse ata kanë arrestuar dhe kanë nxjerrë nga gara njeriu që fitoi me vota. Pikërisht për këtë jam duke. Pra këtë po them, për që pushteti atje ata që janë në Po kjo është shumë e keqe kulla. Sigurisht që është. Kjo është e keqe, pra, kur ndodh në Rumani vlla, që tani Rumania është dhe pjesë, tani u futën në Schengen. Është pjesë e NATO-s, është pjesë e gjitha këto. Imagjino këtu në Katund vlla. Dhe këtu njerëzit vazhdojnë pretendojnë të ketë demokraci. Nuk u shikon ngjarjet në Rumani vlla. Këtu imagjino se çfarë kasapane do bëhet. Le të jemi realistë. Shiko Çan, demokracia tek ne, sidomos tek ne që kemi. Kur them demokraci, domethënë që të ketë zgjedhje të rregullta, të ketë. Demokracia ka ardhur si shpresë dhe është jetuar si iluzion. Dhe unë ta kam thënë që ka një vijë shumë të ngushtë mes iluzionit dhe shpresës, e cila dallon shumë pak, pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm dhe demokracia është një shpresë, po që mund të ketë edhe një iluzion, dhe kjo nuk vlen vetëm për ne, vlen dhe për tjerë. Kështu që jemi përballë këtij momenti delikat. Prandaj nuk është normale kjo që ndodh, por kjo është situata. Tani ne do shohim nëse do mbijetoj BE-ja me këtë lloj formati apo, sepse nga ana tjetër në BE ata e kanë qartë që nëse do të kishin këtë mundësi do të bënin njëjtën gjë në Hungari ku gjithandej. Në Slovaki ku gjithashtu, pra nëse do kishin mundësi. Tani në Rumani ne kemi një situatë ku gati prej 15 vitesh ka një luftë fort mes pushtetit drejtësisë dhe pushtetit politik. Dhe ka kulmuar her pas here, por kjo është një gjë që ne s'e kishim parë ndonjëherë. Fiton zgjedhjet ai dhe pasi fiton zgjedhjet e arrestojnë dhe pastaj me një vendim gjykate nxjerrin edhe nga gara. Çështja është që ai është një vend i BE-s dhe vendi NATO-s dhe institucionet e drejtësisë janë shumë të forta. Për sonte unë do të lë rehat, po ndërkohë jam kurioz ta di, dim që kur do vi Xholani i Sirisë në Bashkimin Evropian në Bruksel, se kjo ishte e papare pa dëgjuar valla. Sapo ka vrarë një 1300 njerëz atje. Dhe ndërkohë do e presin këtu si kështu si udhëheqjes shteti. Unë mendoj, po s'është herë e parë që pritet. Jo, dakord, e kuptoj këtë gjë, po kaq pragmatiste e BE-ja, Brukseli nuk e kisha parë ndonjëherë, se sapo ka vrarë ai vllai, ka ja 2 javë që janë vrarë ata. Po ti e di që Brukseli ka qenë gjithmonë parimor, edhe në këtë rast është shumë parimor. Çfarë, po jam dakord. Kur do vi dihet që kur do jetë vizita e tij? Po besoj që në muajin pas Ramazanit do ta bëj një vizitë. Pra nuk është tani. Në mars jo, është Ramazani, po pas Ramazanit. Do të flasim patjetër për këtë të Xholanit, valla, se kjo ishte pa parë pa dëgjuar. Po mund të kemi një vizitë tjetër në Siri, çan kështu ta shohim ose. Por e di që ky Berisha do vjen në Washington, më thanë që ka marrë një vizë speciale. Kur ta shoh do ta besoj. Po jam i bindur që doktori po ta kishte marrë do
Dhe kështë marrë vesh gjithë Shqipëria. Mos të bën efektin surprizë? Jo. Shohim? Lafe janë, gjithsesi. Jemi. Kulla të falenderoj jashtë masa. Ora është 22:01 zonja Zotrin, ndërkohë që Kulla vazhdon për qefin e vet, po e lë të lirë, duhet